I dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, dërgoi një ekspeditë ushtarake për ruajtjen e kufive lindor të qytetit Medinës. Dhe ata kapën në rob një person që ishte nga prisit e fisit Beni Hanife dhe quaj Thumame ibn Uthal. Kur e sollën në Medinë, nuk e vendosën në ndonjë qeli të mbyllur dhe as në ndonjë repart ushtarak, por e lidhën në një nga shtyllat e xhamisë, që përpara syve të tij të shfaqej jeta dhe adhurimet e përditshme të dërguarit Allahut, sallallahu alaihi wasallam, dhe besimtarve. I dërguari i Allahut shkoi tek ai dhe i tha: "Çfarë ke për të thënë, o Thumame?" Kjo shprehje profetike nuk ishte as për ta bërë të qaj, as për ta poshtëruar, dhe as për ta kërcënuar atë. Thumame ndoshta e kishte pritur që t'i dëgjonte ato që kishte për t'i thënë i dërguari i Allahut, por ai bëri të kundërtën duke e pyetur Thumamen se çfarë kishte ai për t'i thënë. Thumame ju përgjigj me mentalitetin dhe sigurinë e zotërimve dhe prisve të fiseve duke thënë: "O Muhammed, unë kam të mira." Pastaj shpalosi mundësitë e pritshme dhe i tha: "Nëse më vret, ke vrarë një njeri me gjak, me farefis që do marrin hak, e nëse më bën mirë, do bësh mirësinë ndaj një njeriu mirënjohës, falënderues. E nëse do pasuri, atëherë kërko sa të duash." I dërguari i Allahut u largua pa ja përcaktuar asnjërin nga mundësitë e mësipërme, në mënyrë që shqisat dhe perceptuesit e tij të angazhohen me vëzhgimin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzve rreth tij, me shpresë se do të mund të parashikonte të ardhmen që e priste. Megjithatë, Thumame ishte i lidhur në njërin nga shtyllat e xhamisë. Trajtimi që i bëhej atij nuk e cënonte as pak renarinë e tij. Përkundrazi, ushqimi i tij vinte nga shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo nënkuptonte interesimin e të dërguarit Allahut për ushqimin dhe pijen e tij. Kaloi një ditë dhe Thumame, i lidhur në njërin nga shtyllat e xhamisë, e pa me sytë e tij trajtimin e të dërguarit Allahut me madhështinë e tij morale dhe se si jetonte në mesin e muslimanëve, duke u sjellë si njëri ndër ta, edhe pse ishte prisi i tyre. Ai arrinte t'i përfshinte të gjithë me moralin e tij dhe vetmohimin e tij. Ai shikonte radhët e muslimanëve kur falnin namazin pas të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam në një përshfaqje madhështore të adhurimit dhe nënshtrimit ndaj Zotit, që nuk e kishte parë kurrë më parë. Thumame i dëgjonte edhe ajetet e Kuranit që lexonte i dërguari i Allahut në namazet e tij. Të gjitha këto skena që i shikonte me sy, ishin mesazhe që deportonin drejt në zemrën e tij. Të nesërmen, i dërguari i Allahut shkoi tek ai dhe i tha: "Çfarë ke për të thënë, o Thumame?" Thumame i tha: "Atë që të kam thënë më parë, nëse më bën mirë, do kesh bërë mirësi ndaj një njeriu mirënjohës, falënderues, dhe nuk shtoj asgjë më shumë." Brenda vetes ai e kishte ndjerë se i dërguari i Allahut nuk ishte njeri që hakmerej dhe as nuk i interesonte pasuria. Për këtë shkak e shkurtoi përgjigjen e tij vetëm në atë pjesë që shpresonte tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. I dërguari i Allahut u largua përsëri që t'i jepte mundësinë të përjetonte edhe një ditë tjetër në shkollën e profecisë, që të mund të shikonte dhe të dëgjonte edhe më shumë nga sa kishte parë dhe dëgjuar deri tani. Në ditën e tretë, i dërguari i Allahut shkoi tek ai dhe i tha: "Çfarë ke për të thënë, o Thumame?" Thumame i tha: "Atë që të kam thënë më parë." Dhe nuk shtoi asgjë më shumë, duke u mjaftuar me kaq dhe duke lënë çështjen në dorë të moralit të mirë e të bukur të pejgamberit. Në këtë moment, i dërguari i Allahut tha: "Lirojeni Thumamen." Ata e zgjidhen me njëherë dhe e lanë të lirë të largohej me një amnisti profetike të pakushtëzuar, pasi kishte kaluar 3 ditë brenda xhamisë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, u veshët dhe sytë e tij ishin mbushur plot me skenat profecisë dhe ajetet e Kuranit famëlart. Për këtë shkak, Thumame tashmë ishte dalë me një zemër ndryshe nga ajo me të cilën kishte hyrë në atë xhami. Ai shkoi pranë disa palmave aty afër, u la me ujë të bollshëm dhe pastaj hyri përsëri në xhami dhe qëndroi para të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç Allahut
dhe dëshmoj se ti je i dërguari ti, o Muhammed. Pasha Allahu nuk ka pasur fytyrë më të urryer për mua në sipërfaqen e tokës se sa fytyra jote, por tashmë ajo është bërë fytyra më e dashur për mua. Pasha Allahun, nuk kam pasur fe më të urryer për mua se sa feja jote, por tashmë ajo është bërë feja më e dashur për mua. Pasha Allahun, nuk ka pasur vend më të urryer për mua se sa vendi yt, por tashmë ai është bërë vendi më i dashur për mua. Unë do të shkoj për umre në Mekë, si mendon ti? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi dhe këshilloi që të shkonte dhe ta kryente umren. Thumame shkoi në Mekë, bëri tavafin rreth Ka'bes, bëri dhe sajin dhe më pas u tregoi njerëzve se ishte bërë musliman. Dikush i tha: "A dole dhe ti nga feja?" Thumame i tha: "Jo, unë jam bërë musliman me Muhamedin, të dërguarin e Allahut. Betohem për Allahun se nuk do t'ju vi nga Yemamja asnjë kokër grur, derisa të jap leje i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam." Ai u kthye në Yemame, e duke qenë kryetari i tyre i urdhëroi ata që të mos dërgonin asgjë në Mekë. Kjo gjë i dëmtoi aq shumë Kurejshët sa u detyruan të shkruajnë një letër të dërguarit Allahut, ku i përmendin edhe lidhjet e gjakut që kishin mes tyre. Pas kësaj letre, i dërguari Allahut i dërgoi një letër Thumames, ku e urdhëronte që t'i lejonte njerëzit e tij të dërgonin mallra në Mekë. Pas kësaj letre, gruri dhe mallrat e tjerë filluan të shkonin përsëri në tregjet e Mekës. Nga kjo histori përfitojmë disa mësime që rrezatojnë. Prej tyre, 1. Del në pa forca e personalitetit të Thumames dhe krenaria e tij. Megjithse kishte rënë rob në duart e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ishte i lidhur në njëra nga shtyllat e xhamisë, duke qenë përballë disa mundësive ku edhe dënimi me vdekje ishte njëra prej tyre. Në mos e para, megjithatë, ai ishte i vetë përmbajtur, i guximshëm dhe i qartë në fjalën që i tha i dërguari Allahut, me vendosmëri. Ai nuk tregoi asnjë shenjë frike, dobësie dhe as përgjërimi. I dërguari Allahut e mori në konsiderat forcën e personalitetit të Thumames dhe nuk lejoi që ai të përçmohej, të ofendohej dhe as të poshtrohej. Kjo forcë që kishte para se të bëhej musliman u kthye në kapital për të pasi u bë musliman. Thumame ishte i fortë para Islamit, dhe këtë forcë e mori me vete plot krenari pasi u bë musliman, duke e shpallur hyrjen e tij në Islam përpara gjithë njerëzve dhe parisë së Kurejshve. Këtë forcë e tregoi edhe në debatin që pati me ta, duke deklaruar se ishte bërë musliman me Muhamedin, të dërguarin e Allahut. Këtë vendosmëri e tregoi edhe në vendimin e tij kur u betua se nuk do t'u jepte asnjë kokër grur nga Yemamja derisa të jepte leje i dërguari Allahut, dhe u bë pikërisht ashtu siç deshi ai. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tregonte shumë kujdes për ruajtjen dhe respektimin e krenarisë, pozitës dhe privilegjeve personale të njerëzve. E pikërisht për këtë arsye këto cilësi personale u kthye në kapital në ndihmë të Islamit, pasi ata pranuan Islamin. 2. Kur e pranoi Islamin, Thumame kishte një nivel të lartë bindjeje për atë që po bënte, edhe pse i dërguari Allahut nuk e ftoi atë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe as nuk e kushtozoi lirinë e tij me hyrjen në Islam. Bindja e Thumames për hyrjen në Islam u formosua nëpërmjet vëzhgimit që i bëri ai programit ditor të dërguarit Allahut dhe të muslimanëve në vendin më të rëndësishëm për ta, në xhami, si dhe nga dëgjimi i ajeteve të Kuranit gjatë faljes së namazeve. Ajo që shikoi dhe dëgjoi i shërbeu atij si argument për vërtetësinë e mesazhit të Allahut dhe sinqeritetin e të dërguarit të tij. Kjo bëri që besimi i tij të ishte i vërtetë, i sinqertë dhe i fuqishëm, gjë që e shoqëroi atë gjatë gjithë jetës. Madje edhe në kohën kur pjesa më e madhe e popullit të tij nga fisi Beni Hanife u larguan nga besimi i drejtë dhe u bashkuan profetit të Rem, Musejlemes. Thumame qëndroi palëkundur në besimin e tij dhe luftoi me gjithë forcën e tij që njerëzit e tij t'i kthente në besimin e drejtë. 3. Thumame i detyroi Kurejshët që të kërkonin ndërmjetësimin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam për të lejuar që furnizimet ushqimore nga toka e Yemames të vinin përsëri në Mekë. Kurejshët ja përmendën pejgamberit lidhjet parafisnore që kishin mes tyre. Ai kishte mundësi që t'ua kthente atyre, duke u kujtuar faktin se ishin vetë Kurejshët ata që i shkëputën dhe nuk i respektuan lidhjet e gjakut midis tyre. A nuk ishin Kurejshët ata që kishin organizuar embargun ndaj fisit Beni Hashim kur i bllokuan ata brenda lagjes së tyre? A nuk ishin Kurejshët ata që e dëbuan atë dhe muslimanët nga Meka?
I dërguari Allahut nuk e bëri një gjë të tillë, por u mjaftua vetëm duke e urdhëruar Thumamen që t'i lejonte furnizimet të vinin përsëri në Mekë. Veprimet e të dërguarit të Allahut nuk ndikoheshin nga dëshira për hakmarrje, dhe as nga dëshira për të shfryrë inatin. Ai sillej me armiqtë e tij sipas parimeve të veta dhe jo sipas parimeve të tyre. Ai kishte parasysh një objektiv hyjnor, që ishte afrimi i njerëzve pranë besimit dhe fesë, me të cilin e kishte dërguar Allahu i Madhërisëm tek ata. Për këtë arsye, ky veprim i tij ndikoi tek zemrat e disa prej banorëve të Mekës, jo tek të gjithë. E kjo do të shërbente si një stimbul për të përgatitur zemrat e tyre për pranimin e besimit në të ardhmen.